Këtu është horoskopi i shtunë 19 prill 2025 për ju. Përshëndetje nga horoskopi i Fationit. Dashi. Ju nuk dini çfarë të bëni, situata e çuditshme. Pjesa e parë e mëngjesit mund të jetë e shqetësuar, mund të shfaqni pak nervozizëm ndaj të tjerëve. Demi. Duhet të mbahet mend se shumë janë kthyer nga momentet e lodhjes së madhe. Ftesat për tu pranuar. Binjaket. Ditë e shkëlqyer, shumë ankthë do të ikin. Mbrëmja është e këndshme dhe një prekje e romancës shtesë mund t'ju ndihmoj vërtet të rizbuloni intimitetin e së kaluarës. Gaforja. Ju jeni në vijën e përfundimit të zgjidhjeve të reja të rëndësishme dhe situatave të nismave të vlefshme. Dëshira për të ëndërruar, imagjinat, emocion, këto janë fjalët kyçe të ditës. Luani. Një ditë pak e çuditshme për ndjenjat, është një kohë më e vështirë për ata që tashmë kanë përjetuar një krizë në të kaluarën. Gjëja e parë që duhet të bëni në këtë periudhë është të rikuperoni qetësinë dhe qetësinë e brendshme. Virgjeresha. Nëse jeni duke kërkuar paqe shpirtërore në dashuri sot, do të keni ndonjë ndihmë. Është një periudhë e rishikimeve kryesore që ndikon në të gjithë ekzistencën tuaj. Peshorja. Situata që ju keni pjekur në të kaluarën dhe që nuk jeni përballur kurrë, tani rishfaqen në të gjithë fuqinë e tyre. Mundohuni ta mbani trupin tuaj nën kontroll, duhet të merret parasysh edhe simptoma më e vogël e shqetësimit. Akrepi. Orët interesante për të menduar për të ardhmen. Në dashuri ju jeni fituesi, por ka edhe një dëshirë të madhe për të shkelur. Pak sukses do të vijë. Shigjetari. Intuita juaj ju tregon se kjo do të jetë një ditë pozitive. Në dashuri, mbrëmja është e ëmbël, e shkëlqyeshme për të rikuperuar edhe në funksion të së ardhmes. Britsjapi. Mos kërkoni një përgjigje nga të tjerët, një krahasim i shëndetshëm me veten do të zbulojë shumë gjëra. Nëse po kërkoni seriozisht dashuri, e gjeni. Ujori. Kujdes nga situatat që mund të shkatërrojnë jetën tuaj. Në dashuri mos ushqeni polemika. Maturi e dy fisht me Virgjëreshën dhe Peshqit. Peshqit. E shkëlqyeshme kjo ditë, një kohë veçanërisht e përshtatshme për të përjetuar një dashuri të re. Kjo është dita e duhur për të pasur disa shpjegime. Nëse nuk doni të humbisni horoskopin, regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet. Shihemi nesër.